Vetëm 2 ditë para ndeshjes së madhe Serbi-Shqipëri, tensioni është ndezur në kufi. Një shqiptar 53 vjeçar me iniciale DP është arrestuar nga policia serbe teksa udhëtonte drejt Leskovacit për të ndjekur nga afër sfidën historike të kuqezinjve. Arrestimi i tij ka ngjallur reagime të forta në mesin e shqiptarëve, të cilët e shohin të ngjarje si një tjetër dëshmi të padrejtësive dhe frikës që Serbia ende mban ndaj simboleve shqiptare. Sipas raportimeve nga gazetari Arlin Sadiku, shqiptari udhëtonte me një furgon tip Mercedes-Benz i mbushur plot me materiale patriotike, 244 flamuj kuqezi, 22 bluza, 86 kapele me mbishkrim UÇK, 65 bluza me imazhin e heroit Agim Ramadani dhe 58 shaje me stemën e Shqipërisë. Në disa prej tyre ishte edhe figura e komandantit legjendar Adem Jashari, simboli i sakrificës dhe krenarisë shqiptare. Policia serbe i ka sekuestruar të gjitha materialet dhe e ka shoqëruar menjëherë shtetasin DP për në komisariat në akuzën e përhapjes së simboleve të ndaluara, por për shqiptarët, ajo që Serbia i quan simbol të ndaluar është pikërisht shenja e lirisë dhe i gjakut të derdhur për pavarësi. Ky veprim ka tronditur opinionin publik në Kosovë dhe në Shqipëri. Në rrjetet sociale, qindra qytetar ka shpërndar lajmin me komente krenarie dhe mlefi, duke i quajtur shtetasin DP shqiptarin e guximshëm që sutrem të mbaj flamurin e kombit, ndërkohë shumë sy janë tashmë të kthyer nga Leskovaci, ku të stunën kuqezinjtë e Silvinjos do të zbresin në fushë përballë Serbisë. Kjo përballje nuk është thjesht një ndeshje futbolli, është një moment që mbart peshën e historisë, të dinjitetit dhe të krenarisë kombëtare, dhe ndonse një shqiptar u ndalua për flamujt e tij, asgjë nuk mund të ndalojë ndjenjën e bashkimit që veh në çdo zemër shqiptari, kudo që ndodhet. Shqipëria është një